أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me shëtitjet tona në këtë kopsht të bukur, të grumbulluar me një kujdes të veçantë të luleve të këtij kopshtit, nga një prej mjeshtërve të mëdhej të kësaj shkence të bekuar, shkencës së hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shëtisin në librin Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, libër I cilin vetvete ka grumbulluar ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, argumente këto që e ndihmojnë besimtarin në udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e tretë në këtë kapitull, kapitulli që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë, hadithi 661 me radhë që nga fillimi I librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. Auf ibn Malik radiyallahu anhu thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Prijesit më të mirë tuajit janë ata që I doni dhe ju duan, ata që luteni për ta dhe ata luten për ju. Dhe prijesit më të këqij tuajit janë ata që I urreni dhe ju urrejnë, I mallkoni dhe ju mallkojnë. Tha Auf ibn Malik, I tham pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: A të prishim beslidhjen me ta? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Jo, përderisa ata e falin namazin. Jo, përderisa ata e shfaqin namazin. Këtë hadith e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Na jemi ndalë në disa stacione duke dhënë disa shërime në lidhje me këtë hadith. Sot vazhdojmë atje ku kemi lënë. Prej temave të cilat duhet të jenë të pranishme në bisedat tona fetare, ligjërimet tona, këshillimet tona, është rëndësia e afërsisë dhe dashurisë mes prijesve dhe popullit. Raportet e pushtetarëve me popullin e tyre duhet të jenë raporte të afërta edhe të ketë mes tyre dashuri. Do thotë të ketë raporte të sinqerta, raporte dashamirësie, raporte kujdesi, raporte brenge dhe interesimi. Jo sikur se ndodh sot. Raporti I pushtetarëve me popullin e tyre ka përgdhelje dhe kujdes vetëm në fazën e proceseve zgjedhore. Përfundojnë zgjedhjet, harohet lidhja mes pushtetit dhe popullit. Dhe deri në zgjedhjet e ardhshme vazhdojnë sikur se nuk e njohin njëri tjetrin.
Andaj ky hadith, të cilin e tregon Auf ibn Malik radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon se nëse duam ta dim në çfarë qeverisje jetojmë na, shif në raportin e pushtetarëve me popullin e tyre. Sa ata janë të afërt me popullin e vet. Sa ata brengosen për popullin e vet. Sa ata kontribojnë që jeta e popullit të tyre të jetë më e lehtë, më e rahatshme, më komode, që të ketë kushte ekonomike dhe sociale për një jetesë të këndshme, jetesë të mirë. Apo nuk brengosen hiç, nuk ja kanë ngala as pak. Ai jeton në fortifikatën e vet, jeton në pallatin e vet, dhe nuk i intereson populli a ka me hangër, a ka me pi. Nuk i intereson populli a jeton i sigurt, apo nuk jeton i sigurt. Apo bredhin hordhit e bandave kriminale dhe bëjnë çka dojnë ata dhe nuk e pyesin askënd. Fatkeqësisht, në shtetet tona këtu në Ballkan, gjërat janë relative. Nuk ka zhvillim konstant pozitiv. Herë bëhet ma mirë, herë bëhet ma keq. Herë ka ma shumë drejtësi, herë ka ma pak drejtësi. Herë ka ma shumë siguri, herë ka ma pak siguri. Pra shkojnë me inercion. Pse? Sepse as populli e as pushteti nuk i intereson të implementohet 100% drejtësia. Se dhe populli ka merak mi kalu gjërat ma letë, jo ma saktë. Edhe për të arritë tek interesi vetë, është i gatshëm me i thyë këtë rregullat me mbrojtje qëllimit. Edhe pushtetit njëjtë. Nuk intereson çka është më e drejta, intereson ajo që i siguron atij interes më të madh. E kësi situate kur edhe populli, edhe pushteti synojnë rrugën më të shkurt drejt interesit, atëherë në atë vend nuk ka mirëqenie, nuk ka rahati, nuk ka stabilitet, nuk ka zhvillim. Andaj, ky hadith nëpërmes kësaj pjese që prisit më të mirë janë ata që e duan popullin e vet dhe populli i vet e don atë pushtetar, atë prijesi. Dhe lutet prijesi pushteti për ta dhe populli lutet për ta. Do të është një raport i avancuar. Që shpeshen na këtë raport nuk e gjejmë edhe mes imamit të xhamisë edhe xhamatit. Siç e përmenda para disa mësimeve. Do të as imami ndoshta nuk e ka kujdesin e duhur te xhamatit vet, po as xhamati nuk e ka kujdesin e duhur ndaj imamit vet. Edhe te pjesa e dashurisë, edhe te pjesa e mirëqesë. Pse? Sepse një pjesë e madhe e aktiviteteve tona bëhen formale. Edhe raportet janë pa emocione. Janë, do të thotë, sipërfaqësore. Janë thjesht për interesa momentare. Nuk e mendojmë atë që vjen pas. Se na sot që jemi burrat e kësaj kohe, jemi ata që ndërtojmë ardhmërinë e fëmijëve dhe nipave tonë. Dhe neve na mjafton me mendu sot çka ndodh. E çka ndodh na si trashëgimi pas nuk na intereson. Megjithëse na atë që jetojmë sot është trashëgimia asaj që ka ndonë para neve prindërit tonë. Dhe Allahu i shpërbleft hoxhallarët edhe xhamatin asaj kohe që ka ndonë pas një trashëgimi shumë të madhe të begatshme. Respektimin e fesë, respektimin e simboleve të fesë, respektimin e xhamisë, respektimin e shërbimit ndaj xhamisë, respektimin e hoxhës dhe figurës së tij, respektimin e mejtebit, insistimin e dërgimit të fëmijëve në mejteb, shumë gjëra që kanë të bëjnë me kulturën tonë fetare,
janë trashëguar prej babalarëve tonë. Pyetja që parashtrohet sot është cili është mirasi, cila është trashëgimia që na do e lëmë për fëmijët e tonë mos. Apo i kemi prish këtë rreth? Apo s'kemi lënë gjallë që do ngjelet si trashëgimi fetare, kulturore të brezat që kemi pas. Tu e relativizu çdo gjë. Hoxhën shok e ka. Nuk ka raport mes teje dhe hoxhës tanë. Të respektit, kujdesit, brengës, interesimit për gjendjen e tij. Edhe njëri te hoxha nuk ka rëndësi xhamati, brengat e tija, problemet e tija, shqetësimet e tija e kështu me radhë. Andaj nga ky nivel i ulët i vogël i raportit mes imamit edhe xhamatit ndërtohet deri në nivelet më të larta të raporteve mes popullit dhe kushtetarëve. Edhe ajo që përshkruhet në këtë hadith me të vërtetë e prodhon një shoqëri ideale. Shoqëri ku njeriu llogaritet njeri. Njeriu llogaritet një krijesë e cila ka tul edhe gjak, po më shumë se kjo ka ndjenja dhe emocione. Edhe ka vetdije, ka dituri, informata, kulturë e cila e ndërton raportin njëri me tjetrin. Edhe ajo që ndodh në shpërfilljen emocionale të tjetrit është më e rëndë se sa shpërfillja ekonomike e tjetrit. Andaj këtë hadith janë përmend këto komponente, duaja dhe dashnia, për me tregu se kur ka drejtësi, sa shumë populli lutet për atë pushtetar që ka sjellë drejtësi. Dhe e kundërta, kur ka pa drejtësi, sa shumë e mallkojnë njerëzit atë njeri që ka pushtet dhe nuk kujdeset me sjellë drejtësi, po pa ku një farë brenge dhe mëzie e përhap pa drejtësinë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmes këtyre dy shembujve e dha porosinë e tij. Cila është porosia? Se besimtarët, shoqëria, vazhdimisht luten për pushtetarin e drejtë që Allahu ta ndihmoja atë në këtë drejtësi, të vazhdojë ai me këtë drejtësi dhe të vazhdojnë mirësitë e Zotit në atë vend dhe në atë shoqëri. Edhe kundërta, kur është pushtetari i keq, atëherë ata luten dhe thënë o Zot sa më shpejt na heq qafe këtë zullum qafe. E na zëvendëson me diçka që është më i mirë se ai. Dhe normalisht kjo lutje dhe kjo dashni e ngrit raportin deri në një miqësi të afërt dhe e kundërta ai mallkim edhe ai urrëtie i largon lidhet mes tyre. Pra nëpërmes shembullit të mirë ne ndërtojmë një shoqëri të lidhur njëra me tjetrën. Ku secili njeri ofron dashninë e tjetrit, kujdes për tjetrin. Edhe secili në pozitën e vet tregon kujdes se atë që është nërth te. Edhe paramendoni këtë shoqëri ku domthon një njeri i thjesht tregon kujdes për dikant që është më i dobët se ai. Ai që është më i ditur tregon kujdes në atij që din më pak. Ai që është më i pushtetshëm në atij që s'ka pushtet. Ai që është më i pasur dhe atij që s'ka pasuri. Edhe kështu secili tregon kujdes edhe paramendoni raportet e asaj shoqërie. Andaj Allahu Xhelal në Kur'an i jep rëndësi të jashtëzakonshme kujdesit për bashkimin dhe afrimin e besimtarëve njëri me tjetrin. Edhe ndërtimin e një rrjeti të fuqishëm shoqëror, i cili e mbron atë shoqëri nga përçarja, nga grinja mes vete, nga lufta vllavrasëse, edhe harxhimi i energjisë në gjëra të parëndësishme. Andaj këto ajete kuranore që do i lexojmë në vijim dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë një porosi shumë e madhe
për gjithë muslimanët që jetojnë këtu në vendin tonë, në këtë vend, po edhe në zonat përreth që kemi tokat tona shqiptare, edhe janë të rëndësishme për me i kuptu në këtë frym të gjitha përplasit politike që ndodhin në vendin tonë. Atë që kemi thonë edhe përpara, vijnë këto argumente dhe e forcojnë që te na janë dy nivelet të para të cilat janë vijat kuqe që nuk duhet ka përcjell. E para është vëllazëria jonë fetare, që Allah na ka dhënë musliman. E dyta është vëllazëria jonë e gjakut, që Allah na ka dhënë shqiptar. Andaj, për shkak të botkuptimeve dhe koncepteve tona politike, nuk duhet shkelet as vija e parë e kuqe, as vija e kuqe. E pastaj ti vazhdo të debaton në konceptet tuaja politike pa e shkel të parën edhe të dytën. Pse kjo? Ja pse. Sepse Allahu Xhelal në Kur'an çfarë thot? Në surën Ali Imran, ajeti 154, thot kështu: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe kapuni të gjithë ju për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pastaj thot: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Dhe kujtoni momenti kur ju ishte armiq mes vetë. Arabët para se të vjen Islami fiset luftonin njëra kundër tjetrit. Ishin armiq. E kujtoni ato ditë kur ishin armiq mes vetë. E Allahu i afroi zemrat e juve dhe ju me dhuntinë e Allahut u bënët të vëllezër. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. Dhe ishit buzë greminës, ishit në te me ra në gjenem nga armiqësia që kishe mes jush, e ju shpëtoi Allahu për kësaj rrame. Pra 103 ajeti në Ali Imran. Ky ajet është porosi për atë që thash më herët. Ruje vllaznellëkun ton në emër të fesë. Ruje dhe vllaznellëkun tan në emër të kombit. E pastaj debato sa dush. Pa leju që mosmarrveshja jote me vllahun tan me prek vjen e parë dhe me prek vjen. Nëse mosmarrveshjet tona, çfarë do niveli, edhe në atë politik, edhe në atë fetar, edhe në atë ekonomik, edhe në atë shoqëror, edhe në atë psikoishi, edhe në atë psikoleg, çfarë do niveli? Që na ndodh shpesh herë që të kemi na mosmarrveshje me tjetrin, nuk duhet me e cenu, nuk duhet me dëmtu as vijen e vllazërisë sonë fetare, e as vijen e vllazërisë sonë kombëtare. Nëse dëmtohet e para ose e dyta, kjo e treta duhet më ushtu. Kjo mosmarrveshje duhet askush prej neve mos me dhon hujum, edhe mos me ushqy me debate, me mendime, me qëllime kështu. Shive sa fitojmë ne sot muslimanët e shekullit 15, e shekullit 21, nga këto porosi hynore, këto porosi kuranore. Sikur në namazlit, besimtarët, t'i kenë parasysh të porosi dhe si pas tyre të jetojnë. Gjithashtu në surën Al-Anfal, ajeti 46, Allahu Xhelal thot: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Mos u përçani mes vetë. E të dështoni, e ta humni forcën. Kjo është formulë. Ka nevojë për me zbërthy, po është e thanë me tri fjali. Mos u përçani, një. Fatafshalu, dështoni 2, o tadhhaba rihukum, të humni forcën 3. S'ka mundësi një popull i përçan me ka një forcë. S'ka mundësi një popull i përçan me pas sukses. Na jemi dëshmitar tash të zgjedhjet e fundit, se si përçarja e shqiptarëve va humbi forcën. Edhe kundërta, si bashkëpunimi i shqiptarëve u dha forcë. Kjo më është aq e qartë, aq e dukshme, që veç idiot me konë mos me kuptu. Ama,
A ka momente që nuk e kuptojmë plot. Pse inatet tona personale të një grupi shqiptar me një grup shqiptar, inatet tona të një grupi musliman me një grup musliman, e bëjnë që na me humbë fuqinë dhe forcën. Edhe andaj ajo që na e porosisim vetvete dhe çdo musliman është kjo, që na porosit Allahu xhel, mos u përçon. A do me thonë kjo që këta me konë një mendim, nuk do me thonë. Po do me thonë që kur të kemi mos marrëveshje mes neve, se cili prej nesh të ketë ndershmëri, të ketë fisnikëri, të ketë shpirtin e madh, që shqon për vllahën e vet. Ani, masi tjej se s'ton tonë, dhe shkoj e jote. Në të bëhet si të thuti, me rëndësi është unë edhe ti me fitu. Ama, kur hinë dreqin palës, për ata që s'kanë besim në Zotë, dhe s'kanë frikë me Zotit, shumë letë është me hinë dreqin në palës në tërë. Ata i mund për 5 parë. Edhe u ashton një natin, edhe u rejtin edhe mlejfit, dhe njëri tjetrit, ma shumë se sa ndaj armiku të vërtet. Edhe këto fjallë për i thamë nuk i kam për qëllim as A, as B, as X-in, as Y-in, po flasë për fenomen. Që mos meret se Hoxha e kam me këtë opcion politik ose markës. Jo, e kam me këtë nasi po. E kam me mu me ti, me atë me tretin. Na jemi populli, na jemi ata që bisedojmë, na jemi ata që debatojmë, na jemi ata që përplasemi, ama këto regullat nuk pas për asysh. E normalisht bote edhe me dhe është një situata kër ishe hoxhallarët me zveti, ose gjematet e gjamiave me zvete si grindën me zvete, edhe shajnë njëri tjetëri, e kush fiton për jasar, pas e dalë islamofоб, dhe e shajnë islamin dhe muslimanët, edhe na s'kemi vakt mu marrë me ata armisht e islamit, u marrë një me tjetër. Allah në kërëm dhëtë, wala tanaza'u, mos u përçoni, fatafshalu, e të shtoni, o të dhebe rijukum, e të azgjësohet forcëri. Në surën al-Hujurat, Allahu thot: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum." Besimtarët janë vllazën, po pse janë vllazën, nuk do me thonë se çdo herë kanë me mendu njësoj. Ata janë vllazën, po se ti njeri është qenje në vete. Se ti njeri ka mendjen e vetë, i ka pikpamjet e veta, e ka kënd vështrimin e vetë, i ka bosh kuptimet e veta, që ato lidhet me shumë rrethana. Ku është ri, çka ka lexuar, me ka nejt, si i shef gjona, çfarë përvojë ka, edhe këto elemente ndikojnë që unë edhe ai, vllazën jemi, edhe nga feja, edhe nga gjaku, edhe nga baba, edhe nga nana, edhe pas opinionet e ndryshme. Andaj thot Allahu në Kur'an, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, e ju pajtoni vllazën mes tyre. Do me thonë që janë vllazën, s'do me thonë që me pas një mendim. S'do me thonë me kon një uniform. Ata janë vllazën, po mendimet i kanë ndryshme, ama ma të mëshmit e besimtarëve janë ata që kur dikush prej vllaznive i dhënohet, ata ndërhyjnë me i pajtë. Nuk i hudhin benzin në zjarë. Kër shohin për vllaznit të duke ngrit me zvetin, nuk shkon me lyt rolin e shejtanit e me e nxit edhe ma tepër grindjen mes tyre. Edhe me shtu ma shumë vllavrasjen mes tyre. Po Allah thot innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, fa aslihu dhata bayna akhawaykum, dhe pajtoni vllazët mes tyre. Do janë shumë komponente këto që dalë një, edhe këtu ka të mund 3 fjali, po shumë mesazhe dhe porosi. Besimtarët e vërtet e kultivojnë vllaznillukun e vërtet. Edhe kjo shumë është mesazh i bukur dhe i mirë për mua dhe për ty, domethënë aq sa më fort e kemi imanin, aq më tepër jam në rëndësi vllaznillukut. Aq sa më të rreshtë e të pjekt e kena imanin, aq shumë
e rreshkin edhe pjekim vllazëllok. Edhe kundër është e kundër. Ama nëse shef dika për neve, kush do pofte? Që s'je për nësi vllazëllok shumë, për pak e shumë, i dhnohet, për pak e shumë përçat, për pak e shumë ndahet, dije sa i ka problem me imanin e tij. Hala se kanë të rrezik. Kjo është shumë më rëndësishme me kuptu. Njeriu sa më shumë që e pjek imanin, sa më shumë që e shton imanin, sa më shumë që e shton dijen, sa më larg e më thellë shevgjerat, i jep rëndësi më tepër vllazërit. Edhe i hulumton pikat që i bashkon muslimanët. Jo pikat që i ndalën muslimanët. Sepse na sot jemi në gjendje të jashtëzakonshme si ummet islam. Jemi në gjendje të dobët si ummet islam. Ja sot me dhënë rëndësi vllazëllokut e bashkimit, ja. E njëjta vjen edhe si shqiptar. Edhe çdo gjë që është kundërshtim me këtë është kundërshtim me këto rregulla fetare. E dyta komponente është se ata megjithatë kanë me pas debat me zveti, po debati ka rregulla. Debati nuk duhet me kon ofendim. Debati nuk duhet me kon përjashtim. Debati nuk duhet me qenë mendjemallësi, arrogancë, po debati nuk kon fakt, argument edhe qetësi. E fatkeqësisht kush i shef debatet e shqiptarëve sot në rrjetet sociale, aty nuk ka logjik, nuk ka argument, nuk ka qetësi, aty ka ofendim, aty ka përjashtim, aty ka uzurpim të mendimit, aty ka imponim dhunshëm të një mendimit, edhe përfundon me kaq. S'ka debat, s'ka argument, s'ka qetësi, s'ka zemërgjënsi, s'ka me dhënë përparësi tjetrit. Edhe normalisht kjo tregon një dekadencë të madhe intelektuale dhe morale të shumica, sidomos flas për rinjin, të shumica e djemve dhe bijave tonë. Që tregon se shumë ka për ndryshu, shumë ka për dëshiru, se gjendja është alarmante në nivele shumë të ulta. Dhe e treta, paria një popullit është tregon se ai popull është i gjallë dhe i shnosh, kur paria ati popullit kujdeset momente që ku ka mos marrëveshje të randa, thella, ndërhyjnë me këshillat e veta, ndërhyjnë me porositë e veta për me i afru. Edhe atë mos marrëveshje mos me leju me shëndru në vllavrasje. Po thjesht të ngjelet në suazat të debatit konstruktiv, i cili debat me mendimet e kundërta e zhvillon mendimin pozitiv dhe e përmirëson gjendjen e shoqërisë ku ne kemi. Andaj roli intelektual, kur them intelektual, përfshin të gjithë ata që me dituri janë pari e popullit. Hoxhallarët, profesorët universitarë, profesorët e shkollave të mesme, të gjithë punonësit e arsimit, këta janë pjesë që duhet më udhëheq edhe atë në shkollë fillore, edhe në shkollë të mesme, edhe në fakultet, edhe hoxhallarët në për shkollat fetare, po edhe në për xhamia, edhe në mektebe, edhe media pastaj ju bashkangjit këtyre, të gjithë ta me punu që me eduku të riun musliman, të riun shqiptar në vendet tona, edhe të rejën shqiptarë, të rejën muslimane, që me ditë qëllimet kryesore në jetë, me ditë vijat e kuqe në jetë, dhe pastaj me kuptu se debatet duhet me qenë për ta zhvillu jetën tonë, jo për ta shkatru njëri tjetrin, ose për t'ja hub mundi njëri tjetrin, ose për ta pengu zhvillimin njëri tjetrin, sikur se është ajo fjali e njohur të na shqiptarët për inat, domethënë tres dish djallë. E kjo logjik e zilis, e armiqësis, e konkurencës jo legale, jo lojale, është logjik e ignorancës, e dekadencës. Ka qenë pranishme tek arabët para islamit, edhe atë janë vranë me zveti ka ardhur islami, siç e përmendën në ajetin Ali Imran, e i ka vllazën ata që kanë luftuar njëri me tjetrin. E sot në alhamdulillah nuk kemi atë nivel të vllavrasjes, ama shpeshherë devijon diskursi i zhvillimit tonë kombëtar nga plotësimi njëri tjetrit në
armiqsinë e njërit me tjetrin dhe pengesës që ja bëjmë njëri tjetrin në zhvillimet e veta. Kua që kishë disponim nga përfundoj, kemi mbetë të kjo pjesë, ka dhe shumë ajete dhe hadithe, po inshallah tëra, vazhdojmë me to, në desë në ashtë në këllutë Allah, në e vitë të vishë në vepër mira, në e fësitet në fjarë dhe vepër, të ashtu se në ka bashkë në këtë gjami, për të mësuar këto hadithet në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allah i madhëshëm, në bashkoftë në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, gjallë në firdaus, wa Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wana, alhamdulillah.